Të nderuar vëllezër dhe motra besimtarë dhe besimtare, tashmë jemi në xhuman e fundit të Ramazanit dhe jemi në të njëjtën moment në hutbën e fundit të hadithit të profetit sallallahu alaihi wasallam, 7 kategori njerëzish do të jenë hije në arshit të Allahut, ditën kur nuk do të ketë hije tjetër përpos hijes së arshit të Allahut. Ne lutim Zotin xhelalu të na bëjë prej tyre dhe të na fusë në hije në arshit të Tij, ditën kur nuk ka hije tjetër pos hijes së sundimit të fronit dhe të arshit të Tij. E vazhdon i dërguar i Zotit alayhi salatu wassalam dhe thotë: "Dhe ai njeri, ai burr, i cili e përmend Zotin në vetmi, fafadat aina, i mbushën syt me lot dhe loton. Ai person i cili e kujton Allahun xhelle xhelalu në vetmi, kur është i vetmuar, jo në publikun e tjerëve, dhe i loton syu." Fillimisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nëpërmjet këtij hadithi na është drejtuar me një ftesë për përmendjen e Allahut, ashtu siç thot Zoti xhelle xhelalu në Kur'anin e Tij famlar: "Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub." Me të vërtetë që me përmendjen e Allahut zemrat qetësohen dhe prehen. Ndërsa profeti alayhi salatu wasalam na ka treguar dhe thotë: "Mathalul ladhi yadhkurullaha wal ladhi la yadhkuru kamathalil hayy wal mayyit." Shembulli i atij personi i cili e përmend dhe kujton Allahun subhanahu wa taala dhe atij i cili nuk e përmend Zotin xhel xhelalu është si shembulli i djallit me të vdekurin. Apo kur ka përmendur profeti sallallahu alaihi wasallam, u ka folur shokëve të tij dhe u ka përmendur mirësitë ndryshme, aty u tregoi për një vepër e cila ka më vlerë se sa të japësh pasurinë, se sa të bësh këtë, se sa të bësh atë, madje edhe se sa të japësh jetën në rrugën e Allahut. I kanë thënë: "Po, i dërguari i Allahut", ka thënë: "Përmendja e Zotit." Përmendja e Zotit është ai veprim i cili të nderon në dynjë, të nderon në ahiret. Kur janë ankuar, pra nxënësi i ankohet mësuesit të tij për një problematikë të cilin e përjeton në jetë, që është ashpërësia e zemrës, mësuesi i drejtohet dhe i thotë: "Alejke bidhikr." Lipset që të kujtosh Allahun xhelle xhelalu në mënyrë të vazhdueshme. Njeriu i cili e bën tradit përmendjen e Allahut subhanahu wa taala, përmendjen e fuqiplotit, dhikri i cili nis nga gjuha përfundon në zemër të nderuarit e mi. Mirë po, shikoni se me sa kujdes i dërguari i Zotit bën ftesë për përmendjen e Allahut, po në të njëjtën kohë bën ftesë për një privatësi në përmendjen e Allahut subhanahu wa taala. Ne jemi në kohën ku çdo gjë ekspozohet dhe gjithsesi i cili ka të drejtën e tij në mënyrën se si mund të përjetojë gjërat. Ndërsa po flasim për një ekspozim vetëm me Zotin tënd. Pra kë po përkujton? Po përkujton Allahun subhanahu wa taala. A ka mundësi një vepër ta veprosh dhe dëshmitar për veprën tënde të jetë vetëm Zoti xhel xhelalu dhe askush tjetër? Ta gjesh në ditën e gjykimit atë vepër dritë, e cila ndriçon, nuk e ka ditur askush, ashtu siç ka pas ndodhur tek të hershmit dhe të mirët e këtij ummeti, kur bënte vaki që dhe familjarët e tij nuk dinin se çfarë ibadeti ka të konsiderueshëm ose çfarë dhikri e ka që e bën në mënyrë të vazhdueshme. Kemi rastin e dietarit të shuar Shaqiqin al-Balkhi, i cili në prag të vdekjes tek i flet fëmijëve, tek i flet bashkëshortes së tij dhe nisin të qajnë për të, normalisht se po i largohet njeriu i zemrës, ai i motivon, i mbështet duke u thënë: "Mos qani për mua, por shihni dhe punoni për shpirtin tuaj." Domethënë angazhohuni në punë dhe në vepër. Sa e shihni atë qoshe të kësaj dhome, aty e kam bërë hat me Kur'anin famlar për gjatë jetës time plot 13.000 herë. Pra e kam lexuar Kur'anin në atë qoshe të dhomës, si do të thotë që nuk ishin dëshmitar të asaj se sa i përkushtuar ishte në adhurimin e tij. Pra kishte një lloj privatësie në mënyrën se si e përkujtonte Allahun subhanahu wa taala. Kjo fshehja e veprës duhet të jetë në natyrën e besimtarit dhe ka momente kur duhet dhe të ekspozohet, por kur ekspozohet për davet,
pra për t'i ardhur në dimë, qoftë mësimdhënies se si realizohet një vepër, apo nëpërmjet ftesës, pra duke i ftuar të tjerët, apo duke i nxitur të tjerët për një vepër të caktuar ku duhet kontributi i të gjithëve. Kjo është diçka tjetër. Ne po flasim domethënë për personin i cili kujton Allahun apo i kujtohet Zoti xhallal xhelalu, thot profeti alayhis salam, fa fadat ayna, dhe i mbushën syt me lot ose i rrjedhin syt lot. Vim te kjo pjesa ku i dërguar i Zotit pra e përshkruan i mbushën syt me lot ose i rrjedhin syt lot. Ka për njerëz të cilët thonë domethënë që nuk e ndjej ose nuk qaj dot. Nuk është se po ta kërkon kush se duhet qash me patjetër. Rëndësishme është me të qaj zemra. Me të qaj zemra. Me u pikëllu për hallin tënd, për problemin tënd. Profeti alayhis salam kur ka folur për syun, ka thënë dy kategori, domethënë dy sy Zoti xhallal xhelalu nuk ka për t'i dënuar në ahiret. Ai sy i cili ka qenë nga frika e Allahut dhe ai sy i cili kanë qëndruar natën zgjuar duke ruajtur në rrugt të Allahut, duke ruajtur, pra duke kryer një detyrë në rrugt të Allahut. Pra këto dy është garant që Zoti nuk ka për t'i dënuar. Pra nuk është me patjetër qëllimi ajo e qara fizike që ndryshon nga njeriu në njeri. Pra ka shpesh e dëgjojmë këtë tek njerëz të ndryshëm që thonë, po nuk qaj dot. Nuk është kurse duhet me qaj. Rëndësishme është domethënë të qajsh me veprën tënde, të qajsh me mënyrën se si e përjeton. Tek e qarët nderuar të mi, të cilin e përmendi dërguar i Zotit, pra janë dy lloj të qarësh. E qara nga frika e pasojave që mund të vinë si pasojë e veprës tënde, se çfarë mund të përjetosh, por e qarë edhe nga pikëllimi e shpresa. Në pikëllim, për shembull, shef një person me sprova të ndryshme, sprova të mëdha, dhe ti pikëllohesh në të njëjtën kohë, domethënë reflekton, të vjen keq jo vetëm për të, por të vjen keq edhe për veten tënde se nuk e përkujton Zotin, nuk e falenderon ai sa duhet. Shef dikën me tmeta fizike, ashtu siç ka dashur Allahu xhallal xhelalu. Dhe ti që je i kompletuar dhe vetëm ankohesh, dhe një moment të reflekton dhe të vjen keq, të qanë zemra para se të lëshoj sy u lot. Dhe me patjetër, kur zemra nis dhe zbutet, edhe organet e tjera të trupit dhe gjymtyrët e tjera nisën dhe i përgjigjen asaj. Qoftë ky dhe shikimi. Pra syu, i cili merr mesazhet që në një çast të caktuar duhet i lëshojë ato lot dëshmie tek Zoti i gjithësisë. Dhe edhe profeti sallallahu alaihi wasallam pra bën ftesë që edhe një herë tjetër të reflektojmë në mënyrën e përkujtimit të Allahut subhanahu wa taala në formën se si duke ruajtur një lloj privatësie me Zotin e gjithësisë. Nuk është e nevojshme t'ia dokumentojmë njëri tjetrit, t'ia faktojmë njëri tjetrit se sa adhurues je, se sa e ke frikë Allahun subhanahu wa taala apo sa shpreson tek mëshira e tij. Kjo është një diçka që duhet mbetet midis teje dhe Allahut subhanahu wa taala. Njerëz ndoshta të cilët qajnë në një moment të caktuar, ndoshta dhe moment emocioni, mirë po kanë bërë shumë zemra për të qarë me padrejtësinë e tyre. Në atë moment çfarë i vletën këto lotët e të emocionuarit, kur shumë zemra i ka pikëlluar, shumë të tjerë i ka lënë pa ngrënë, i ka lënë pa të drejtat e tyre, sepse ka guxuar të qëndrojë përballë Allahut xhallal xhelalu me kryenërsinë e tij. Ajo që i nevojitet dhe i lipset njeriu në jetën e përditshme dhe vazhdimisht është të reflektojë, të qajë me zemrën e tij, të mos largohet, pra si ai shembull që profeti sallallahu alaihi wasallam ka përmendur, domethënë një ditë prej ditësh, thot Abdullah ibn Amr ibn al-As, po qëndronin në xhami me të dërguarin e Zotit dhe tha do të hyjë nga dera e xhamisë një xhenetli. Pra ka dëshmuar profeti alaihi salam për atë se është xhenetli. Thot dhe pam një person pra të gjithë kokën nga dera, domethënë, që kush do hyjë. Thot dhe pam një person i cili nuk ishte nga ata të cilët ne mund ta imagjinonim. Pra prisnim shumë emra të shfaqenin në derë xhamisë, po u shfaq dikush që pak i njohur ishte për shumë kënd prej nesh. Aty do të vendosa
të shihja se çfarë qen ka ajo vepër që e bë ka ky person, që e pas ka bë të jetë për i xhenetlive, pra e pas ka futur në xhenet. Kështu që përdora thot një stimul me të, një hile të ndryshe, duke u justifikuar se jam ngrindur me baban tim dhe kam nevojë të qëndroj domethënë si mik dhe bujro. Ta qëndrova tek ai dhe pash që adhurimi i tij nuk ishte ndonjë adhurim i veçantë. Për kushtimi i tij në adhurim me ato mekanizma të cilat gjysë i cili mund t'i ketë private me Zotin e tij, por këto duhet të jenë për të shtuar modestinë më tepër, jo para gjykimet për të tjerët. Nëse Allahu xhenexhelani ta ka mundsuar një lloj përkushtimi në adhurim cili do qoftë ai, qoftë lidhja me librin e Allahut subhanahu wa taala apo lidhja me traditën e dërguarit të Zotit, kjo duhet të pajisë me modesti, jo me paragjykim për të tjerët. Dhe ruaj në Zot pastaj më kalu deri edhe në arrogancë. Sa mundet dikush të veprojë kështu apo a mundet dikush të veprojë ashtu. Thotë dhe kur vendos sa të largohem, po largohesh a thot i zhgënjyer. I thash të kërkoj hallalliku një herë se nuk është se jam ngrindur me baban tim, domethënë s'kam pas asgjë me babain, veç fakti domethënë se profeti alayhis salam na pati njoftuar dhe pati treguar se hyn nga kjo dera e xhamisë, një prej xhenetlive dhe kur hyrë ti më shtyu kurioziteti domethënë të shoqërohem, të shoh se si është ajo privatësia jote domethënë në shtëpi. I thash pash Allahun, a kjo është e gjitha vepra jote? Domethënë mos ndoshta i rezervuar për faktin se ishe në shoqërinë time apo dikujt tjetër të panjohur. Jo vallai, si qeti, unë kaq bëj. Dhe po largohesh ata i zhgënjyer. Dhe kur u largova disa hapa më thriti dhe më tha jep në akhi. O djali vllai tim, domethënë kjo përdoret për efekt moshe. Ka dhe një diçka tjetër, po ndoshta nuk është në gjë e madhe. I thash cila është ajo? Për çdo natë që bie të flenë shtrat, pra për çdo natë që shtrihen, lutem dhe them o Zot, nëse dikujt i kam hyrë në hak, pra i kam bërë unë pa drejtësi, mos më merr shpirtin pa ja kthy hakun dhe më i marr hallallikun. E nëse dikush më ka bërë pa drejtësi, për hatër të madhnisë tënde e kam bërë halal o Zot. Për hatër të madhnisë tënde e kam bërë halal o Zot. Thot kjo qeka ajo. Domethënë diçka që ai e kishte shumë normale. Ndaj ka njerëz të cilët në veprën e tyre i bëhen veprime të caktuara, i bëhen shumë normale sa dhe nuk i ndjejnë. Nuk i ndjejnë, po flas për të mirën, se kjo ndodh edhe ke e keqja, apo po flas për tek veprat e mira. Duke mos i ndjerë këto të nderuarit e mi dhe duke mos u fokusuar në ekspozimin e tyre, e ka një mundësi plus. E ka një mundësi e cila përkthehet dhe në të përditshme. Për shembull, gjejmë shembullin e sahabiut të nderuar Abu Bekr Siddiq radhiyallahu anhu, kur profeti alayhi salatu wasalam ndodhi në agoninë e vdekjes, porositi që ai i cili duhet i pri njerëzit, le të jetë Abu Bekri radhiyallahu anhu. Aisha radhiyallahu anha e bija justifikohet me faktin apo nxit të tjerët me faktin që Abu Bekri qan shpejt, domethënë nuk i man dot lodhët, do të emocionohet nëse do të prinë në pozicionin e profetit alayhi salatu wasalam. Ndaj le të jetë ndonjë tjetër. Ndërkohë që kur profeti alayhi salatu wasalam erdhi në vete, çfarë tha? Ai tha te Abu Bekrit, domethënë që ti pri njerëzve, i thënë jo i dërguar i Zotit, domethënë duke u justifikuar me këtë, thënë ju nuk jeni gjë tjetër, domethënë vetëm se si ato gratë në kohën e Jusufit. Pra që unë them diçka dhe ju nuk merrni të zbatoni atë, por merrni me hipoteza të ndryshme. Kjo nuk ka lidhje me gjinin, kjo ka lidhje me çdo person i cili nuk e zbaton në kohë reale ato që i kërkohet nga një person siç është profeti sallallahu alaihi wasallam. Ndaj vrembra se Abu Bekri radhiyallahu anhu ishte prej atyre personave e quajnë në arabisht dama'atuhu sakhiyya, fis bujar tek lodët, pra i rrjedhin lodët shpejt dhe shumë. E njëjta gjë ka qenë dhe me të nderuarin Umerin radhiyallahu anhu. Umeri radhiyallahu anhu përcjellet për të, domethënë se nga e qara e shumë, po jo duke qarë në publik me njerëzit,
por në privatësinë e tij me Zotin xhelalu thot ishin bërë dhe shenja, domethënë nga lotët e vazhdueshme. Apo si rasti Uthman ibn Affanit radhiyallahu anhu, i cili karakterizohet në mesin e sahabëve të pejgamberit alayhi salatu wasalam si një person që mbante mjekër të madhe, por thot shpesh vërehej. Uthman ibn Affani që kur niste të qante ai shumë sa mjekër e tij lagej, mjekër e dendur dhe e madhe lagej. Kjo nuk ja ulte burrin të nderuarit e mi. Kjo ja shtonte devotshmërinë. Dhe ai sy i cili qan pas përkujtimit të Allahut subhanahu wa taala, qan në emër të dashurisë për Zotin, në emër të devotshmërisë për Allahun subhanahu wa taala, në emër të lakmisë për mirësitë e Allahut xhella xhelalu të panumërta, është ai i cili është një ndër këto 7 kategori që do të jenë hijen e arshit të Allahut. E lutim Zotin na bëj prej tyre në dynja me veprën tonë, na bëj prej tyre në ahiret ditë kur do të kemi nevojën e madhe të bashkangjitemi të tillë kategorive. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء السادة الحنفاء ساداتنا وموالينا الكرام سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن سائر الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم آمين. Një ndër gjërat e fundit të cilat i mbetet njeriu ta veprojë në Ramazan ose para fitr Bajramit, para faljes së fitr Bajramit, është dhe sadaka fitri. Sadaka fitri një obligim për çdo person i cili e posedon atë shumë. Sadakaja e çeljes së përfundimit të Ramazanit, e cila shlyen lëshimet të cilat mund t'i kesh bërë gjatë agjërimit. Sadaka fitrin, profeti alayhi salatu wasalam i jepte një rëndësi tepër të veçantë në mënyrën se si e organizonte, se si ishte shembull për njerëzit e tjerë, sa'an min tamrin aw sa'an min sha'ir, duke u treguar edhe për masat se çfarë duhet të jepet. Pra, sadakaja e çeljes së Ramazanit është një sadaka që simbolizon ose synon solidarizimin me shtresat në nevojë, dhe gjithë jemi shtresa në nevojë, për sa kohë kemi nevojë për gjithë mëshirshmin për Allahun subhanahu wa taala. Të mos diferencojmë njerëzit dhe të mos e nisim vlerësimin e të tjerëve nga ana materiale, por le ta ngrejmë pak atë nivelin duke vlerësuar mbi bazën e devotshmërisë, ndërsa nevojat personale qofshin inshallah gjithë nevojat tona vetëm nevoja materiale. Se nevojat materiale kanë një zgjidhje, nevojat materiale kanë dhe një fund, por çtu bësh nevojave të tjera të cilat nuk mundesh me i zgjidh me materiale. Synon pra të kemi një lloj barazie në mënyrën e festimit të Bajramit për të gjitha kategoritë e njerëzve, për të gjithë kategoritë e muslimanëve. Pra si ai që ka, si ai që nuk ka. Është e drejtë e gjithë secilit që na ditë të festojë. Ndaj dhe profeti alayhi salatu wasalam këtë lloj feste e ka simbolizuar apo e ka pajisur me këtë sadaka e përkthyer ndryshe në ushqime, nga ushqimet mesatare që përdor në familjen tënde, vlerësimet vjetore në për institucionet përkatëse, po ashtu dhe në institucionin që na përfaqëson në vendin tonë, Komiteti Musliman të Shqipërisë, nxjerrin një tarifë mesatare, ndoshta minimale, se sa është sadaka fitri për një person. Dhe kjo nxjerret në vlerë në lek që duhet të përkthehet në ushqime. Pra vlerësimi nis në lek ose në para, në monedha, por nisur nga ushqimet dhe vlera e ushqimeve sa i përket për çdo person. Dhe sadakaja e fitrit për këtë vit, apo fitja dhe shpagimi i Ramazanit, i agjërimit për person i cili nuk e ka agjëruar për arsye të cilat e ka arsyetuar Allahu me to, është 4.000 lekë të vjetra për çdo person, për çdo antar të familjes. Aty futen dhe fëmijët, kushdo domethënë që është në jetë. Mblidhen, bëhen ushqime dhe i
një personi që e vlerëson domethënë gjendjen e tij materiale. E mira është që ne të kemi kontaktet vetë me njerëzit. E mira është të kemi kontaktet vetë me njerëzit. Por është për të ardhur keq në mënyrën se si jemi larguar prej njëri tjetrit, aq sa dëgjon njerëz thotë ku ta çojmë, nuk di ku ta çoj. Është shumë e lehtë nderuar im se ku ta çosh. Mjafton mos t'ia japësh bazës tënde trungut, pra nën, bab, gjyshe, e që mund të kesh para atyre, mjafton mos ja japësh fëmijëve, nipërve edhe mbesave që rrjedhin prej tyre, dhe të tjerëve u jep që të gjithëve. Dhe u zgjidh ky mohabet, ti e vlerëson domethënë gjendjen e tyre, se kush e ka më primare për t'u dhënë, edhe ja ke u zgjidh një diçka e tillë. Shpesh njerëzit edhe dembelosen nga kjo, ose justifikohen me faktin që nuk e di, domethënë se kush mund të jetë më mirë. Ndaj për t'u ardhur në ndihmë kategorive të tilla, këtu dhe përgjithsisht në çdo xhami të Tiranës bëhet dhe mbledhja e sadaka fitrit, e cila përkthehet më vonë, pra përkthehet në ushqime të bazë të vendit ku ne jetojmë. Për personin i cili dëshiron ta japi në këtë formë, pra ta japi me organizimin e xhamisë, në një ark aty jashtë xhamisë e gjen të shkruar madje këtu mund të jepni sadaka fitrin. Ju lutem, kush dëshiron me dhënë sadaka fitrin vetëm aty, vetëm tek ajo kuti, domethënë tek ajo ark, dhe deri në ditën e njëjtë, mundësisht para akşamit, se nuk është mundësia më që të merrim me organizimin e tyre më vonë për blerjen e ushqimeve dhe për shpërndarjen e tyre, pasi tham që është një sadaka e cila duhet dhënë para faljes së namazit të Bajramit. Duhet shpërndar para faljes së namazit të Bajramit. E nëse harrohet, nuk shlyhet më, por konsiderohet një sadaka e thjeshtë. E dyta, Bajrami, me shpresë të Allahut, duhet lutim Zotin na gjesh ndoshta mirë, do të jetë të xhuman e ardhshme, xhamit e qytetit normalisht mbyllet dhe do të falet në sheshin Skënderbej në orën 6:30, ndërsa xhamit e periferisë, domethënë, sipas dëshirës tyre, e kanë në dorë vetë. E lutim Zotin xhel xhelalu, Zot na fal, na mëshiro, na pajis moral të lartë të Hazreti Muhamedit alayhi salatu wassalam, na bëj jetën të lehtë, na mundëso ta dhëmë shërbim të fesë tënde, na e bëj vdekjen të lehtë, na mundëso Zot vdesim me dinjitet e shahadet. Lutem ty madhnushmi Allah, ti pranosh adhurimet tona, ta pranosh agjërimin tonë, ti pranosh sadakat tona, leximin e Kuranit, lutjet tona, çdo sakrificë e çdo përkushtim të cilin e kemi treguar për lartësimin e emrit tënd. Lutem ty madhnushmi Allah për çdo të pastrej, Allah strahoje, për çdo të sëmur, Allah shëroje, për çdo të brengosur, të munduar nga hallet e jetës, Zot largoje hallet, brengët, streset e tij, për çdo të munduar nga borxhet, Zot ndihmoje në shlyerjen e borxheve të tij. Lutem ty madhnushmi Allah për mbar muslimanët anë mban botës kudo që ata janë. Zot derdh mbi ta mëshirën tënde. Tregoju dhe faktoju atyre madhështinë e mëshirës tënde. Derdh mbi ta, Zot, mirësitë tua të panumërta. Ndihmoju, Zot, vëllezërve dhe motrave tona kudo që ata janë, e veçanërisht ato të Palestinës, të Gazës, e kudo derdhet gjaku i muslimanit. Qetësojo, Zot, trazirët të cilët kanë kapluar botën islame dhe zemrën e saj. Lutem ty madhnushmi Allah, siç na mundsove ta arrijmë Ramazanin, ta agjërojmë atë, na nxjerr prej tij, o Zot, të falur. Siç na mundsove të vim këtë ditë për madhërimin e madhërisë tënde nëpërmjet kryerjes së faljes së namazit të xumas, na mundso, Zot, që mos dalim prej këtu vetëm se me gjunahe të falura, me tëmbë të pranuar, me lutje të parafuzuara. Të lutem ty madhnushmi Allah, siç na mundsove të mbledhemi në këtë vend begat, na mundso që të gjithë bashku me familjarët tanë, fëmijët tanë dhe të gjithë ata të cilët i duam dhe na duan për hatrin e madhnisë tënde, na mundso, Zot, të tubohemi në xhenetet e larta, në xhenetet Firdaus, me krye të dashurin e zemrave tona Hazreti Muhammedin alayhi salatu wassalam. Amin, Allahumma amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما